Ne jemi në Zotë Mëshiruesi, Mëshirëbërësit, paqja dhe bekimi qonit Profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, gjerasin që të uroj të gjithë besimtarët musliman kudo që janë, gëzuar edhe herë tjetër festën e Kurban Bayramit. Padyshim që sot një atmosferë festive në këtë ditë madhe të besimtarëve muslimanë në qytetin e Elbasanit, pati një prezencë që me të vërtetë është për të kënaqur dhe sot të gjithë besimtarët musliman kanë detyrat e tjera për sa i përket edhe përveç faljes së Kurban Bayramit, do të kenë dhe prerjen e kurbanit për ata njerëz dhe për ata besimtarë që kanë mundësi ta kryejnë këtë obligim fetar. Padyshim që festa e Kurban Bayramit vjen mbas një shtylle të fesë islame, ajo të kryerjes së haxhit, ku haxhit shqiptar, po ashtu edhe nga Elbasani, janë në Mekën e bekuar, me të cilën kryejnë haxhin e tyre dhe besimtarët këtu normalisht që kanë detyrat e tjera, siç është parafalja e Kurban Bayramit dhe prerja e kurbanit, si edhe vizita të ndërsjellura tek besimtarët muslimanë. Normalisht një hadith profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë me të vërtetë çështja e besimtarit është sikur çështja e trupit të njeriu. Kur ti edhe një plak, normalisht gjithë trupi ka dhimbje. Kështu edhe ne sot ishim lutjet tona, ishim për këto njerëz të cilët pra vuajnë dhe kanë këtë disfat sot në Gaza, ku njerëz të cilët pra janë në rënë dhe shpresojmë që inshallah Zoti të ngjojë lutjet tona dhe ta largoj këtë bela dhe këtë sprovë me të cilën pra vuajnë njerëzit tanë, vëllezërit tanë, motrat tona pra në rripin e Gazës.